Don lek, don shumë lek. Don shumë lek, jo lek. I ke hyrë seriozisht aktrimit. Seriozisht fare. Çfarë mund të më thuash, sa i vështirë ka qenë për ty dhe kush ka qenë ai momenti që ishe gati të thoje unë e leja dhe nuk e vazhdoj? Jo, asnjë moment nuk ka pasur që thoja që do ta lë dhe nuk e vazhdoj më, sepse realisht jam dashuruar me gjithë procesin e xhiruar i një film, që nga faza para përgatitore, ku ti duhet besosh që je personazhi që ke marrë përsipër, ndërsa momenti më i vështirë do thoja ishte fakti që më duhet të dilja nga maskat e personazhit. Sepse duke qenë se xhirimet ishin intensive në shtrirje kohore, dhe drama që Katja ka është jo e vogël, e gjeja veten her pas here që rëndohesha duke menduar veten si Katja. Shiko, kjo vjen edhe nga fakti që unë nuk vi nga shkolla e aktrimit dhe besoj që është e gjitha introspektive si gjë dhe Chelsea është që vërtet ta besosh. Mendoj dhe besoj. A ka ndonjë pjesë nga gjithë filmi që ti do doje ta hiqe, apo çdo pjesë të duket e bukur, ndonjë pjesë që... Jo, as edhe një pjesë, sepse personazhi Katja, sado që në daljet e saj gjatë filmit i ka me gishtat e një dore që numërohen, por ka rëndësi, është pikë kthese në secilën nga këto dalje, kështu që secila nga ditët e xhirimit e skenat që ne kemi xhiruar është e rëndësishme për zhvillimin e filmit më tej. Ku të shohim Fioralbën? Ka ndonjë film tjetër që po... Po. Dua filmin. Filmin nuk ta them, por jam aktualisht me 2 skenare ndërduar. Po, që po i vlerësoj. Gjasat ka që nga këta të dy njërin ta pranoj. Është dram, komedi, romans? Është romans. Ti je personazhi kryesor. Ajo, bol tash mos Po. tani. Po. Se jemi të njohur, prandaj bën kështu ky. Shumë faleminderit, uroj shumë sukses.